Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, falemderim Allahun, selamet për shëndetjet I dërgoj Muhammedit alayhi salatu wassalam. Shikues, vëllezër dhe motra, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, shpëtimi dhe rahmeti I Allahut azza wa jall qoftë mbi ju dhe mbi familjet e juaja. Nëse imani jet, besimi juaj ka arrit gradën deri 99%. Por po të mungon edhe 1% për me plotësu. Është shumë me rëndësi që kjo 1% shi. Më thëmë, pa këtë 1%, për më bo 100%, nuk të ka plotësu imanin. Se ki imanin e plot. Do kush për jush, lexon Kur'an, jep sadaka, agjeron, bon punë veprat mira, kryen hax, kryen umre, bën vepra dhe vepra shumë të mira. Gjitha I mrin, gjitha I bën. Arrit deri 99%. Por jet edhe 1% për të bën 100%. Përndryshe si plotësohet. Përndryshe nuk I plotësohet imani derisa e vepron edhe këtë çështje. Derisa e vepron edhe këtë vepër, cila është ajo? Dëgjoni për hadithin e Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk e ka imanin e plot. Nuk do t'i plotësohet imani, nuk do t'i plotësohet besimi, nuk do t'i bëhet besimi 100%. Edhe pse ka arrit imani ti deri 99, po që edhe 1% do çto më pas. Ka thënë Rasulullahu, nuk e ka imanin e plot derisa nuk e ka imanin e plot derisa atë çfarë dëshiron për vete, mi e dëshiru edhe vllau ti. Në kuptimin e gjan, kuptimin e përgjithshëm, çdo send në dynja çfarë ja dëshiron ti vetes, ki qef ti me posedu, ki qef ti me pas, ki qef ti me bo, duhet me dëshiru edhe vllau tën, edhe shokut ton, edhe familjarëve tu, edhe të afërmve tu. Qofshin ata musliman, të largët apo të afërt, me dëshiru edhe të tjerëve ato çfarë e dëshiron për vete. Pastaj barazi, që kjo 1% që kjo vepër bëhet pastaj 100% edhe të plotësohet imani. Lutim Allahun që Allah të na plotësoj imanin, ya Rabbel Alamin, duke bo punë dhe veprat mira, e duke I plotësu veprat njëra me tjetrën, që të arrim plotësimin e imanit në Allahun subhanahu wa ta'ala. E lutim Allahun xhalla shanu xhalla xhelaluhu që Allahu të na pranoj punët, veprat tona të mira, ya Rabbel Alamin, dhe lutem Allahun subhanahu wa ta'ala të gjitha këto punë të jenë vetëm për fytyrën e Allahut, jo për sy faqe.